Përshëndetje gjithë ju të shenjës së gafores. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me parashikimin e muajit prill edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund të dëgjojnë dhe gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e gafores. Dhe shohim si do jetë muaji për shenjën tuaj. Atëherë shohim javën e parë. Në javën e parë, ju shoh që kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, kemi të bëjmë me kartën e botës, mirë thash, që kemi 4 energji, kemi energjinë e shenjës të luanit, shenja e demit, shenja e virgjëreshës dhe shenja e akrepit. Dhe kemi energjitë shenjave të ajrit. Ju mund të keni lidhje me këto shenja, ose mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, është një fillim jave ku ju do t'ju mungoj një person, ose ju mungon një dashuri. Këtu flasim për gjithë ata që janë të lirë, janë beqar, dhe ju mungon një dashuri. Ose një person për gjithë ata që mund të kenë humbur një person. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh me pak para në përduar, do ndjeni edhe mungesën e parave. Por ju shoh që jeni shumë të lodhun, do ndjeni shumë të lodhun në fillim të javës së parë. Gjithsesi duhet keni kujdes në lidhje me shëndetin tuaj. Mund të bëni një check-up, një kontroll mjekësor ose diçka tjetër. Dhe kemi kartën e botës që ju do ta mbyllni këtë cikël të vështirë. Ndoshta ju keni kaluar vështirësi me këto situata. Dhe ka ardhur momenti që në mes të javës ju e mbyllni këtë cikël. Dhe hapet një cikël i ri i lumtur. Ju do lini mbrapa vështirësitë që mund të keni kaluar. Dhe do fillojnë që gjërat për ju të ndryshojnë. Dhe shoh që do t'regojnë shumë strategjik në lidhje me gjithçka. Keni marrë eksperjenca, dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë, me punën, në marrëdhëniet tuaja, ose edhe në lidhje me situata, me pjesën e dokumentave për një pjesë tjetër. Dhe ju do filloni të përdorni një lloj strategjie. Ju do të studioni çfarë do lloj lëvizje që do bëni në lidhje me këtë ndryshim ose me këtë cikël të ri që ju do filloni. Dhe kur themi një cikël i ri, nuk është se ndryshon nga sot për nesër, por ju do filloni të ndryshoni gjërat gradualisht. Gjithsesi, shohim si do jetë java e dytë. Disa prej jush mund të kenë të bëjnë me institucione shtetërore gjatë javës së parë. Mund të keni të bëni me dokumenta, me zyrat, do me thënë, kjo ka lidhje, dokumentat mund të jenë nga më të ndryshmet, por ju mund të keni dhe një punë që keni lidhje me zyrat. Dhe shohim javën e dytë, se si do shkoj java e dytë. Nuk e di, ranë 2 letra të hapura, unë do t'i nxjerr. Dhe hapim në një letër tjetër. Shoh në javën e dytë keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, që jeni dhe ju vetë, energjitë shenjave të ajrit dhe energjia e shenjës së ujorit. Ju shoh që keni shumë emocione, mund të keni ngecur në mendime, në lidhje me një dashuri, me një person, dhe ju sigur po manifestoni që të realizoni diçka në lidhje me këtë dashuri. Ndërsa për marrëdhëniet në çift, shoh lajme të mira, nuk e di ju po mendoni negativisht në lidhje me diçka, me marrëdhëniet tuaja, por unë nuk shoh asgjë sepse rruga është e hapur, janë thjesht mendimet që ju keni. Thjesht duhet të dilni nga mendimet, sepse nuk ju ndihmojnë, dhe këtu kemi një realizim. Ose ju jeni duke u lutur, ose duke manifestuar që të realizoni diçka në lidhje me njofit, lidhjet ose marrëdhëniet.
Ndërsa me punën tuaj dhe nga ana ekonomike, lajme të mira, ju do merrni një lajm të mirë, por do t'ju ngelet në mendje kjo gjë, dhe do harrini të realizoni diçka në lidhje me punën tuaj, sepse ju shoh që ju do përdorni një lloj strategjie. Dhe kjo mund të jetë në lidhje me partneritete, bashkëpunime të ndryshme, me karrierën tuaj, për një pjesë tjetër në shtëpinë tuaj, me familjen tuaj, por dhe me situata të ndryshme që mund të keni. Thjesht kjo është energjia e qendrës, dilni nga mendimet negative, sepse nuk ka asnjë gjë nga gjërat që ju mendoni negativisht. I shoh rruga është e hapur, janë thjesht në mendjen tuaj disa gjëra. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Si do jetë java e tretë? Në javën e tretë kemi të bëjmë energjitë shenjave të ajrit, përsëri energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të ujit. Shoh që ju keni marrë eksperienca në lidhje me çfarë do lloj situate që mund të keni kaluar në jetën tuaj dhe do përdorni më tepër pjesën e logjikës. Ju dëshironi të jepni zgjidhje diçkaje, një situate. Nuk e di, por keni ngecur në mendimet, sepse kemi pesën e kupave, keni ngecur në disa situata të kaluara, me humbjet që ju keni pasur në jetën tuaj dhe dëshironi të jepni zgjidhje, por unë shoh që keni mundësi dhe oferta pafund. Keni mundësi në lidhje me dashurinë, për gjithë ata që kanë humbur një dashuri, një lidhje ose një marrëdhënie, dhe për pjesën tjetër ju mund të keni humbur një punë, një ofertë pune ose një kontratë, një partneritet, dhe jeni përqendruar kaq shumë në këtë lloj trishtimi sa nuk shikoni mundësitë që ju vijnë. Dhe këtu karta ju këshillon, lërini gjërat të rrjedhin dhe shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë në javën e tretë. Disa prej jush mund të keni të bëni me institucionet, me gjykatat, me prokuroritë. Dhe shoh me institucione shtetërore, ju shoh përsëri shumë fort, këtu mund të ketë lidhje edhe me divorce, flasim për atë pjesë që e gjen veten, se jo të gjithë janë këto situata. Gjithsesi ju do përqendroni shumë në një lloj trishtimi, në një humbje, ndoshta do humbisni një gjyq ose diçka tjetër. Por kjo ka lidhje edhe në lidhje me situata të tjera, nëse për gjithë ata që mund të kenë probleme me drejtësinë në gjykata, në prokurori, shoh që ju do përqendroheni shumë te një humbje. Mund të humbisni një gjyq, nuk e di. Ndërsa për një pjesë tjetër shohim që ju keni mundësi dhe oferta. Ndoshta do keni dhe një mundësi tjetër ose një ofertë në lidhje me këto situata që do jeni. Nuk e di, këshura kjo javë, dhe shohim javën e katërt. Në javën e katërt, ju shoh që ju keni marrë eksperienca në lidhje me gjithçka dhe ju do harrini që të shpërndani atë dritën në lidhje me gjithçka. Ju shoh një angjëll mbrojtës këtu. Ju do dëshironi të fusni atë dritën që keni brenda vetes në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ose brenda shtëpisë tuaj, brenda familjes tuaj, se po të vëmre, personi është bërë si angjëll dhe po jep këtë dritë kaq të bukur. Do përdorni shumë fort pjesën e logjikës në lidhje me çfarë do lloj situate që mund të keni, dhe këtu flasim si në lidhje me dashurinë, me njofjet, marrëdhëniet, për një pjesë tjetër në lidhje me punën tuaj, për gjithë ata që mund të kenë pas eksperienca jo të mira, dhe për një pjesë tjetër në lidhje me këto gjyqe që ju mund të keni. Gjithsesi, ju shoh në mes të javës, do ndiheni pak të lodhur psikologjikisht. Keni nevojë të qetësoheni për t'i dhënë drejtim gjërave. Dhe mund të jepni drejtim një situate, në njofje, lidhje ose marrëdhënie tuaja, në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, ose në rastin tjetër në punë ose edhe nga ana ekonomike. Për disa të tjerë ka lidhje me pjesën e dokumentave. Gjithsesi, ju do merrni kohën tuaj për të menduar se si të jepni drejtim situatave. Dhe në fund të javës së katërt, ju shoh që një person, është një figurë mashkullore që do t'ju ndihmojë.
mund t'ju ndihmoj në lidhje me këshillat që do t'ju japi, ose në rastin tjetër mund t'ju ndihmoj dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, ju jeni duke menduar se si të jepni drejtim dhe anës tuaj ekonomike, njofjeve, lidhjeve, marrëdhënieve tuaja, situata të ndryshme familjare që mund të keni. Por ju shoh edhe në një pozicion të mirë, do harini që të zini atë pozicionin tuaj në lidhje me gjithçka. Por këtu flasim dhe në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike e shoh më fort akoma këtë pjesë. Gjithsesi e shoh një muaj që do jetë me ulje ngritje, por jo se do jetë negativ, sepse ju mbyllni një cikël të vështirë, do përdorni një lloj strategjie në lëvizjen e gjërave, ose do t'i studioni gjërat para se t'i bëni. Shoh lajme të mira, thjesht dilni nga mendimet tuaja në lidhje me këto situata, mund të jetë një situatë me një person që ju e keni humbur, ose që ju mungon më saktë, por dhe që e keni humbur, sepse e shoh edhe këtu, ndjeni mungesë edhe humbje ju shoh. Ose në rastin tjetër, mund të jetë një punë, mund të jetë një marrëdhënie, mund të jetë diçka nga ana ekonomike, ose për një pjesë tjetër ka lidhje edhe me gjykatat, them. Është një muaj pak i trazuar me sa e shoh, por jo se është negativ, sepse ju shoh në realizime, fillime të reja, një cikël të ri që do filloni në jetën tuaj gjatë këtij muaji, por ndërkohë shoh që do harini të pozicionoheni edhe nga ana ekonomike. Thjesht bëni një pushim, sepse e keni të sugjeruar nga karta, por shikoni dhe pak anën tuaj shëndetësore. Por kjo është vetëm në mesin e javës 4, se në fund të javës 4 ju harini stabilizoni çfarë do lloj situate. Ju shoh me lajme dhe marrim një mesazh nga angjëllit dhe shohim se çfarë ju thon, çfarë mesazhi do t'ju japin për këtë muaj. Dhe kemi asin e monedhave. Kemi energji toke dhe ju shoh që ju jeni shumë jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet që mund të keni, dhe është një moment i rëndësishëm dhe në lidhje me kontrata të ndryshme. Dhe këtë e pam edhe këtu në fakt, te karta e fundit, që ju keni dhe lidhje kontratash gjatë kësaj periudhe. Por ndërkohë, ju shoh që do mendoni seriozisht në lidhje me njofjet, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe ju do nënshkruani dhe kontrata të rëndësishme gjatë këtij muaji, por ju shoh përsëri në një pozicion të mirë ekonomik. Pavarësisht situatave që ju do kaloni në fund të muajit, ju do harini të stabilizoni gjithçka në lidhje me punën tuaj, me partneritete, bashkëpunime të ndryshme, me kontrata, sepse keni nënshkrime kontratash dhe do jeni të mbështetur nga një ëngjëll juaj mbrojtës në lidhje me të gjitha situatat që ju mund të keni. Gjithsesi, është një muaj i mirë edhe për ju. E rëndësishme është që ju realizoni diçka, mbyllni një cikël të vështirë dhe filloni diçka, një cikël më të mirë, por ndërkohë harini të stabilizoni dhe situata të ndryshme në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, në punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike, sepse e shoh shumë fort. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.